Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët na e kanë mbajtur sekret, ja 10 sëmundjet që kuron banania. Ushqimet tropikale kanë shumë përfitime shëndetësore dhe kjo ndihmon në luftimin e një sër problemesh të ndryshme, të cilat do të lehtësojnë jetën tuaj dhe do të sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Për më tepër, banania është e pasur me lëndë ushqyese të shumta, duke përfshirë këtu sukrozë, fruktozë, glukozë dhe fibra. Prandaj, edhe bananet, sipas ekspertëve të Healthline, janë një nga alternativat më të shëndetshme ushqimore të dietës suaj të përgjithshme. Duke ditur rëndësinë e pasur që ato kanë, do të kthehen në një aleat të çmuar të organizmit kundër këtyre shqetësimeve dhe në parandalimin e një sër problemesh të trupit. Bananet do të ofrojnë përfitime të larta kundër kolitit ulceroz. Bananet janë të pasura me element natyral kundër sëmundjeve të zorëve dhe me veti të mira antiacide kundër problemeve të kolitit. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimit të anemisë. Për shkak të nivelit të lartë të hekurit, konsumi i rregullt i bananes mund t'ju ndihmojë në luftimin e anemisë. Hekuri stimulon prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe për këtë mënyrë rrit nivelin e hemoglobinës në gjak. Ai ndihmon edhe në rregullimin e presionit të gjakut. Bananet janë të pasura me element të lartë ushqyes kundër presionit të lartë të gjakut dhe në eliminimin e shqetësimeve të tyre. Ndaj sigurohuni që të pasuroni dietën tuaj sa më shumë me këtë produkt të bazë për të rritur vlerat e trupit dhe për të siguruar një mbrojtje efektive. Konsumi i 1 deri në 2 banane çdo ditë është një nga alternativat më të çmuara për shëndetin tuaj. Nga pikpamja ushqyese, bananet përbëhen kryesisht nga uji 75% dhe një burim i mirë i vitaminave. Gjithashtu ato përmbajnë minerale, fibra të dobishme për kockat dhe për të luftuar kundër problemit të radikaleve të lira. Të pasura me antioksidant, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit ton nga veprimi i radikaleve të lira, të afta për të forcuar sistemin ton nervor, ato janë të afta për të parandaluar gjithashtu edhe dëmtuesit e humbjes së peshës. Sigurohuni që bananen ta keni pjesë të rëndësishme të vakteve tuaja, duke ditur edhe vlerat e dobishme që ato kanë. Ato kanë funksione të mira kundër plakjes. Bananet kanë veti të shkëlqyer antioksiduese fal pranisë së flavonoideve dhe flavonolëve të aftë për të parandaluar dhe luftuar plakjen. Bananet janë të mira për shëndetin tuaj të muskujve. Nëse doni muskuj më të shëndetshëm dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre, bananet mund të cilësohen si një nga alternativat më të shkëlqyera për këtë rast. Nëse doni që të mos u vuani nga ngërçet në muskuj dhe të siguroni gjithashtu një mbrojtje efektive kundër këtij problemi, ekspertët këshillojnë konsumin e bananeve. Ato janë të pasura me magnez, një element shumë i rëndësishëm kundër ngërçeve muskulare të cilat gjatë sezonit të verës janë edhe më të larta. Për shkak të ndryshimeve të shpeshta që ndodh moti dhe humbjes së një sër elementeve natyral përmes djersës. Dhe konsumi bananeve, nëse bëhet në këtë periudhë, mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg edhe ngërçet tuaja në muskuj. Bananet janë të mira për funksionet e shëndetshme të zorrës, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Ato ndihmojnë për një zorrë më të shëndetshme. Banania është një frut astrigen, prandaj është i dobishëm për të mbajtur trupin më të mbrojtur kundër problemeve episodike të diarres. Ndaj duhet të përmirësohet dieta juaj vazhdimisht me këtë element ushqyes. Bananet do të rrisin ndjesinë e ngopjes. Bananet në fakt janë të pasur me kalium dhe minerale natyrale që përmirësojnë ngopjen tuaj. Ato janë të mira edhe për shëndetin e zemrës. Kaliumi në fakt ndihmon në mbajtjen në rregull të ritmit të zemrës dhe ka veti hipotensive. Ndaj marrja e rregullt të natriumit ndihmon në mbrojtjen e sistemit kardiovaskular dhe hipertensionit. Ato janë të pasura edhe me vitaminën C. Një banane e mesme siguron 15% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C, e cila është thelbësore kundër radikaleve të lira dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Bananet përmirësojnë përqendrimin. Kaliumi në fakt ndihmon për të mësuar përmendësh më mirë dhe për të rritur përqendrimin tuaj. Për më tepër, sipas studimeve të kryer në Shtetet e Bashkuara të Kolegjit Albert Einstein të New Yorkut, është publikuar se bananet do të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe do të mbajnë larg edhe komplikacionet e tyre.
Bananet duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Ato janë një frut tropikal shumë i përhapur dhe tepër i rëndësishëm për t'u përfshirë në dietën tuaj. Populariteti i saj sa vjen dhe shtohet, dhe kjo jo më kot, pasi është e mbushur me energji, minerale të vitaminave të vlefshme për trupin. Ky frut është ideal për çdo moshë dhe për çdo lloj diete, përfshirë edhe personat që duan të humbasin në peshë. E ngrënë në sasinë e duhur, bananet duhet të sjellin shumë përfitime. Në këtë video, sipas health.com, do të gjeni disa nga karakteristikat më të vlefshme ushqyese që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Prandaj sigurohuni që ta keni pjesë të rëndësishme për dietën tuaj. Personat që janë strikt ndaj dietës, keni parasysh se 100 gram banane përmbajnë 90 kalori. Ato janë një burim shumë i mirë i kaliumit, magnezit, hekurit dhe disa beta-karotenësh. Duke qenë të pasur me kalium, janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Ekspertët sugjerojnë konsumin e bananes në dietën e rregullt ushqimore edhe në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqimore kundër hipertensionit dhe mund të jenë një zgjidhje efektive në këtë aspekt. Kur një person konsumon shumë krip dhe ka mungesë kaliumi në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë edhe probleme të hipertensionit. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme të merrni sasinë e duhur të kaliumit dhe bananet janë një zgjidhje efektive në çdo aspekt kundër hipertensionit. Bananet janë një zgjidhje produktive kundër problemeve të depresionit. Shumë persona që vuajnë nga depresioni ndihen shumë mirë pasi kanë konsumuar një banane. Studime të shumta kanë treguar se kjo ndodh sepse bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid esencial për trupin. Kur ky aminoacid futet në trup, kthehet në serotonin, e njohur ndryshe si hormoni lumturisë. Mjafton të konsumoni vetëm një banane për të ulur ndjenjen e mërzitjes dhe plogështisë. Bananet janë një zgjidhje produktive kundër problemeve të stresit. Stresi mund të ndikojë në metabolizmin tuaj dhe të shkaktojë ulje të niveleve të kaliumit. Për të balancuar këtë nivel, ideale është të konsumoni banane si një burim më i mirë i potasiumit, element ky i përshtatshëm për të mbajtur larg stresin. Bananet janë një zgjidhje edhe për personat që kanë probleme me zorrën e trash, pasi do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e tyre. Bananet janë një ushqim shumë i rekomanduar që ndihmojnë me tretjen. Falë përmbajtjes së madhe të fibrave, procesi i tretjes do të përmirësohet dukshëm me konsumin e rregullt të bananeve. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Duke qenë se përmbajtja probiotike është e shkëlqyer në sistemin tretës dhe eliminimin e barkut të fryrë. Bananet ndihmojnë kundër dhimbjeve tuaja menstruale. Bananet janë të pasur me vitaminën B6 dhe kanë gjithashtu edhe efekte pozitive në balancin e niveleve të sheqerit në gjak, çka do të sjellë ndikime të mira edhe për shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 banane çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre mbreslënëse në dobi të organizmit. Konsumi i përditshëm i këtij fruti ndihmon në lehtësimin e problemeve të cikleve dhe gjithashtu ndihmon edhe në lehtësimin e problemeve femërore. Konsumi i rregullt i bananeve në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer për rastet specifike të sistemit tretës, kundër problemeve të diares dhe konstipacionit, duke lehtësuar kështu edhe shqetësimet që lidhen në çdo aspekt të tretjes suaj. Mënyra se si konsumoni bananet mund të jenë nga më të ndryshmet, dhe gjithashtu vlerat e tyre në dobi të organizmit e bëjnë atë një nga aleatët më të çmuar për mbrojtjen kundër një sër komplikacionesh. Një nga frutat me përmbajtjen më të lartë të kaliumit janë bananet, çka do të sjellin rezultate të mira kundër problemit të hipertensionit. Ato parandalojnë depresionin ose gjendjen e trishtimit dhe sillin gjithashtu lehtësim të dukshëm në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj sigurohuni që dietën tuaj ta pasuroni me elementin e bananes për të pasur një mbrojtje më efektive kundër problemeve që lidhen në çdo aspekt të tretjes. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.